Shqiptarët kanë fuqi politike në menaxhimin e shtetit apo edhe për shkak të favorit që i bëjnë numrat, VMRO-DPM-ja udhëheq me një lloj vetbesimi dhe ndoshta edhe me një mosmarrje shumë të konsiderat të elementit shqiptar, her pas here? Shqiptarët nuk kanë fuqi politike për momentin. Kanë fuqi administrative për të administrojnë institucionet, po kur bëhet fjalë për politikat, pa për politikat ato që formsojnë identitetin institucional të qeverisë të shtetit, mendoj se nuk kanë ose kanë shumë pak. Historikisht shumë pak ndikim. Dhe kjo është shkaku i në radh pari numrave që mori VMRO-DPM. Pra, përveç shqiptarët kanë pasur ndikim kur ka pasur një baraspeshim të forcave të maqedonasit. Njësi në Shqipëri, kur kishte baraspeshim të forcave midis PD-s dhe PS-s, ishte LSI-ja ajo që me 6 deputet që u merrte gjitha ato ministritë kryesore, edhe presidencën dhe kështu luante në atë baraspeshim të dy forcave kryesore. Dhe mendoj se këtu shqiptarët gabuan që nuk arritën ta ruajnë këtë baraspesh, me qëllim që nesër edhe një deputet më shumë që të kishte një forcë politike të mund të bënte diferencën. Dhe këtu nuk e treguan vizionar atë sa duhet, po çështja tjetër është me faj të vetë shqiptarëve, pse kanë shumë pak peshë ose hiç në qeveri ose në maqedonin e Veriut, në proceset në përgjithësi. Është problem i shqiptarëve për shkak se këtu me siguri e keni vërejtur se kur dilet në zgjedhje nuk përmendet zgjedhjet janë parlamentare, mirë po më shumë përmendet pushteti, qeveria, se sa parlamenti si institucion. Ne nuk i zgjedhim deputetët për t'i çuar në qeveri. Ne i zgjedhim për t'i debatuar çështjet në parlament. Dhe unë jam i thari i idesë që nuk është patjetër që një parti politike shqiptare të jetë me çdo kusht ose pa kusht në qeveri. Ne kemi 30 deputet, ashtu, kemi votuar për 3-4 parti që i kanë 30 ca deputet aktualisht. Nëse pozicioni që i ofron VMRO-DPM me 58 deputet të fituar dhe pa nevojë që të ketë partner koalicioni shqiptar, për shkak se me znamin i kanë 64 deputet. Dhe nëse të ofron një pozicion pa pushtet, pra atëherë nuk ka dhe jo vetëm Vleni, po asnjë parti tjetër s'ka. Sepse fundja presupozohet që parlamenti të jetë një lloj kontrolluesi edhe mbajtje balancash edhe pushtetit qendror. Me 30 deputet je forcë e konsiderueshme politike që mund të përshpejtojsh proceset, mund të bllokojsh proceset, por edhe një gjë tjetër, pra, nuk ka ekzistuar deri më tani qeveri pa shqiptar. Pa nëse thua ajo nuk vi me këto kushte, ajo ta jep fuqinë politike,